Ndërkohë, misri, përveç që e tha gatuar shpejt, a është prej bukëve që mund të gatuajmë sot e ta konsumojmë 3 ditë, për shembull? Po, një praktik shumë e thjeshtë që më kisha dashur me jap një këshill, mundesh bukën e misrit më e rujt në frigorifer. Edhe deri në 7 ditë, normal në temperaturë 4 gradë. Qysh mujna me kthy në gjendjen e mëparshme, qysh edhe është gatu, për shkak që buka e misrit bëhet vetëm me ujë të val. Kur gjë tjetër, tradicionale jona dhe ideale është më bëhet vetëm me ujë të val. E kalojmë me një enë që përvlojmë një farforma. E dojmë, për shkak unë për vete, praktikoj kështu, e doj në 2 pjesë, e përvloj, e largoj prej ujit edhe qes në tepsin, edhe është i për 10 minuta 15, edhe të më thonë ktheje tapet në formën e mëparshme që e ka pas. Në këtë rast, edhe eventualisht nëse veç ka është izolu naj bakteri ose diçka, prap e largojmë ato me formën. Edhe